Personat që hanë banane urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Një banane për ditë mund të ndihmojë në parandalimin e atakut në zemër dhe goditjeve në tru, sipas studimeve të reja. E pasur me kalium, ushqimet si bananet mund të pengojnë në bllokimet fatale dhe të pengojnë ngushtimin e arterieve. Studiuesit në Universitetin Alabamas zbuluan efektet pas analizuan edhe rritje dhe përfitimet për shëndetin e zemrës me konsumin e këtij fruti. Ata ushqyen me nivele të ulta, të mesme dhe të larta të kaliumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe rezultatet treguan se arteriet e tyre që ushqyen me nivele të ulta u ngushtuan më shumë. E kundërta ndodhi me ata që morën sasi të madhe të kaliumit. Mendohet se minerali jetik pengon atakun në zemër dhe goditjen në tru të njerëzit, pasi bananet janë të pasura shumë me këtë mineral shumë të rëndësishëm për organizmin dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Bananet janë një produkt shumë i rëndësishëm që mund të konsumohen në vazhdimsi të dietës suaj, dhe konsumi i këtij fruti në dietën tuaj të përditshme do t'ju japë rezultate fantastike në dobi të vlerave të organizmit. Nga pikpamja e vlerave ushqyese, banania është një burim i mirë i elementeve sikurse është potasiumi, magnezi, vitamina B6 dhe elementë të tjerë. Përbërës që përdoren në organizmin tonë e mbajnë trupin në formë. Nga ana tjetër, jo të gjithë e dimë se bananet janë një frut i pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë organizmin tonë në veprimin kundër radikaleve të lira. Bananet ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, ndihmojnë në humbjen e peshës dhe kontribuojnë gjithashtu në prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Bananet do të rrisin përqendrimin. Një studim i kryer në Universitetet e Anglisë ka përfshirë në studim 300 studentë, të cilët konsumonin në mënyrë të vazhdueshme banane, çka i ndihmoi ata në një përqendrim më të mirë. Niveli i lartë i potasiumit tek bananet ndihmoi studentët të studiojnë, të kenë kujtesë më të mirë dhe të kenë një përqendrim më të madh në klasë. Këtyre studentëve ju kërkua që të hanin banane në mëngjes në rastet se kishin edhe të përfshira elemente të tjerë ushqyes në dietën e tyre të përgjithshme. Bananet janë një produkt i rëndësishëm edhe i vitaminës C. Kur flasim për vitaminën C, menjëherë në vjen ndërmend fruti si portokalli ose lule shtrydhe, por bananet gjithashtu janë të pasura me këtë element ushqyes shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi në menun tuaj i këtij fruti do të ofrojë gjithashtu edhe nivele më të mira të vitaminave C. Bananet janë një burim i mirë i energjisë. Bananet konsiderohen si një ushqim perfekt për sportistët. Një studim i kryer në Alclean State University ka evidentuar se ngrënia e gjysmë banane çdo 15 minuta përgjatë pedalimit ka të njëjtin burim energjie, po aq sa të konsumosh edhe pijet energjike. Bananet këshillohen të bëhen pjesë e dietës ushqimore pasi furnizojnë muskujt me karbohidrate, të domosdoshme këto për të mbajtur antioksidantët edhe në një shndrim të shpejtë dhe rikuperim të tyre. Bananet janë të mira edhe kundër mbajtjes së ujërave. Bananet mund të jenë aleati më i mirë në mosmbajtjen e ujërave në trup, gjithashtu edhe kundër fryrjeve, sipas një studimi të fundit. Gratë të cilat hanë të paktën 2 banane në ditë, përgjatë vakteve ose në mbrëmje, në drekë ose në darkë, brenda 60 ditëve arritën të reduktojnë ndjesinë e fryrjes së barkut me të paktën 40%. Kjo vjen për shkak të potasiumit i pranishëm gjithashtu te bananet, që ndihmon edhe në mosmbajtjen e lëngjeve nga organizmi, duke rritur kështu rikuperimin e tij dhe duke parandaluar edhe komplikacionet. Bananet parandalojnë goditjet. Të hash banane në mënyrë të vazhdueshme do të ndihmojë në reduktimin e riskut të goditjeve në tru dhe të menopauzës. Këtë e tregon një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë Universitetit Albert Einstein në New York dhe publikuar në revistën mjekësore të Shoqatës Amerikane të Zemrës. Për 11 vite, 19.000 gra në menopauzë të moshës 50 deri në 79 vjeçare morën pjesë në këtë studim. Gjatë kësaj kohe, këto gra nuk marrën suplemente të potasiumit, por kanë përthithur këtë përbërës vetëm përmes ushqimeve të freskëta. Përdjeni dhe ushqimet të tjera janë të pasura me elementë të rëndësishëm të këtyre vlerave dhe një prej tyre është edhe konsumi bananeve. Ndaj konsumi i këtij fruti në
dietën tuaj ditore do të japë rezultate fantastike për organizmin dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet e tij. Bananet janë të mira për shëndetin tuaj të syve. Edhe bananet, sikurse janë edhe karrotat, luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen tuaj të shikimit. Në fakt, bananet përmbajnë nivele shumë të mira të vitaminave A, një substancë kjo e esenciale për mbrojtjen e syve dhe mbrojtjen e niveleve të shikimit. Gjithashtu, vitamina A mbron shëndetin tuaj të syve edhe nga dobësimi i tij. Prandaj përpiquni të keni pjesë të dietave tuaja. Bananet janë të mira edhe për shëndetin tuaj të kockave. Bananet janë jo vetëm një burim i mirë i kalciumit, por rezultojnë gjithashtu edhe si një produkt fantastik për shëndetin e kockave. Sipas studimeve të publikuar në Journal of Psychology and Biochemistry, tregojnë se bananet përmbajnë substanca që ndihmojnë me tretjen dhe gjithashtu ndihmojnë edhe në mbrojtjen e organizmit në lehtësimin e komplikacioneve. Bananet do të rrisin nivelin tuaj të humorit. Bananet mund të jenë të domosdoshme për të gjetur humorin e mirë dhe për të reduktuar kështu nivelet e stresit në të. Fal elementit të triptofane që ato përmbajnë, janë të rëndësishme për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i bananeve në menun tuaj ditore do të përkthehet në një humor më të mirë dhe në një përqendrim më të madh. Ekspertët i cilësojnë bananet si një prej frutave më të rëndësishme, të cilat asesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Kjo për shkak të ndikimeve pozitive që kanë për shëndetin edhe reduktimin e inflamacioneve të tyre. Bananet rrisin disponimin. Bananet përmbajnë kështu aminoacide të quajtura triptofane. Triptofani përdoret për të prodhuar serotoninën, një hormon i lumturisë, hormoni më i rëndësishëm. Nivelet e shëndetshme të punës respiratore për të ngritur gjendjen tuaj shpirtërore dhe për të parandaluar gjithashtu edhe çrregullimet që i kanosen atij. Shtimi i bananeve në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Bananet kanë sasi të ulta të kalorive për rreth 15 kalori dhe gjithashtu ato mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për vaktet tuaja ditore. Shtimi i bananeve në menun tuaj do të thotë më shumë element ushqyes dhe gjithashtu një rritje më e mirë e disponimit. Bananet janë një burim shumë i mirë i manganit. Shtimi i 1 ose 2 banane në dietën tuaj të përditshme është një mënyrë e shkëlqyer edhe për të përhapur konsumin tuaj të manganit. Mangani është i rëndësishëm për shumë funksione brenda dhe jashtë trupit, duke përfshirë mbajtjen e lëkurës të shëndetshme, mbajtjen e strukturës të skeletit të fortë, mbajtjen e funksioneve të duhura të trurit dhe reduktimin e radikaleve të lira. Shtimi i bananeve në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve që i kanosen atij. Bananet do të ndihmojnë edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Bananet janë të ulta në kalori dhe të pasura me fibra dietike, lëndë këto të rëndësishme që ndihmojnë edhe në parandalimin e komplikacioneve të shëndetit dhe rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Sigurisht, ky frut i shtuar në dietën tuaj do të përkthehet në një peshë më të rregullt. Bananet mbështesin edhe shëndetin tuaj të zemrës. Bananet janë të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme që mund të ndihmojnë në mbajtjen e zemrës suaj më të shëndetshme dhe më të fortë, duke përfshirë këtu nivele të mira të kaliumit dhe magnezit. Kaliumi në veçanti do të ndihmojë në rregullimin e presionit të gjakut dhe parandalimin e tëndosjeve të tepërta të muskujve të zemrës. Shtimi i këtij fruti në menun tuaj ditore do të përkthehet në një zemër më të shëndetshme dhe një organizëm edhe më të fortë edhe më të pasur. Bananet janë të mira për shëndetin tuaj të veshkave. Bananet janë të pasura me kalium, një mikroelement që luan një rol qendror thuajse në çdo aspekt tuaj, veçanërisht kur bëhet fjala për shëndetin e veshkave. Disa ekspertë sugjerojnë ngrënien e këtij fruti në mënyrë të rregullt, në mënyrë që të rrisni përfitimet e organizmit dhe të parandaloni edhe komplikacionet e tij. Për sa kohë bananet i konsumoni me moderim dhe brenda standardeve të rekomanduara ditore, përgatituni të merrni përfitimet e tyre unike dhe të parandaloni edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Bananet janë një frut i cili nëse konsumohet brenda rekomandimeve të duhura mund t'japin përfitime të mahnitshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.